Është gjetur trupi pa jetë këtë të shtunë i 30 vjeçarit Jurgen Karaj, i cili u rrëmbye nga rrjedha e ujit me datën 10 janar të këtij viti, teksa po udhëtonte drejt banesës me Andi Loshën, por automjeti me të cilin po udhëtonin përfundoi në ujërat e Zallit të Darsit e më pas në ujërat e Lumit të Matit. Trupi pa jetë është gjetur në liçenin e Ulzës në afërsi të fshatit Urag. Gjatë kërkimeve, forcat e sigurisë së Kosovës dhe forcat e ushtrisë tonë kanë arritur të identifikojnë dhe zbulojnë trupin e 30 vjeçarit në ujë. Vetëm 2 ditë pasi në afërsi të liçenit të Ulzës u gjet karta e identitetit të babait të Jurgenit, të cilën e kishte me vete në natën e aksidentit. Perimetri i kërkimeve është ngushtuar derisa u finalizua këtë të shtunë pas 29 ditë kërkimesh në terren. Trupi të riut është gjetur jo më shumë se 2 kilometra nga vendi ku gjet karta e identitetit. Kërkimet ishin përqendruar në pjesën hyrëse të liçenit të Ulzës në fshatin Urag. Mësohet se trupi pa jetë i Jurgenit kishte ngecur aty dhe është pikasur gjatë kërkimit me dron ujor të forcave të sigurisë së Kosovës dhe forcat armatosura shqiptare që kishin hyrë për të disatën herë në liçen. Familjarët e Jurgenit, të cilët prisnin në breg të liçenit të Ulzës, bën identifikimin e tij, ndërsa trupi pa jetë u dërgua për ekspertizë mjekoligjore në Tiranë, pasi në spitalin e Burrelit nuk ka mjek ligjor. Trupi pa jetë i 30 vjeçarit Jurgen Karaj pritet të përcillet në ditët në vijim për në banesën e fundit në fshatin e tij të lindjes Fullqet. Në orët e para të datës 10 janar, 30 vjeçari Jurgen Karaj po kthehej në banesë bashkë me shokun e tij Andi Losha. Makina me të cilën udhëtonin doli nga rruga në vendin e quajtur Ura Halilit dhe përfundoi në ujërat e Zallit të Darsit. 24 vjeçari Andi Losha arriti të dilte i gjallë, ndërsa 30 vjeçari Jurgen Karaj u rrëmbye nga rrjedha e ujit për të gjetur i zhvendosur nga ujërat e Lumit të Mat nga klosi në hyrje të liçenit të Ulzës, vetëm pas 29 ditësh kërkime nga forcat e shumta dhe të specializuara shqiptare e kosovare.